Ministria e Bujqësisë me datë 25 maj do t'i japë të drejtë fermerëve të aplikojnë për subvencionet e miratuara nga qeveria. Në dispozicion të bujkut shqiptar janë vënë 52 milion euro, nga të cilat 27 do të shkojnë për skemën kombëtare, ndërsa 25 milion euro janë akorduar skemës së investimeve, ku në total 20 prej tyre i takojnë fermerëve që janë shpallur fitues që në vitin 2025, por që nga ZBR-ja, fermerët e stabilimenteve kanë përfituar vetëm 30% e paradhënies. Një ndër përfitimet e kësaj skeme është edhe aplikimi për fermerë të rinj. Ata duhet të jenë në moshën 40 vjeç si aplikant individual apo subjekt me status fizik juridik. Për fermerët e rinj, për investime në ferma bujqësore dhe blegtorale, masa e përfitimit është në 70% e vlerës totale të faturave tatimore, por jo më shumë se 1 milion lekë të rinj. Nëse investimi lidhet me mbashtimin e kafshëve, shpendeve apo bletëve, ato duhet të jenë të regjistruara matrikuluara para pagesës dhe me një numër jo më pak se 5 lopë mëshqera, 50 del ose dhi, 5 dosa para dosa për mbashtim, 25 koshere dhe 500 shpend. Po ashtu kjo skemë përfshin edhe ndërtimin e strehimeve të kafshëve për lopë të imta, shpend, dosa, ndërtimin e serave diellore për perime, rrush tavoline, manafera dhe tuneleve për lule shtrydhe me sipërfaqe jo më pak se 0.1 hektar dhe jo më shumë se 0.2 hektar. Makineri, pajisje dhe mjete pune për mekanizimin dhe modernizimin e proceseve të punës në funksion të aktivitetit bujqësor dhe ose blegtoral. Mbështetje për të përmirësuar proceset e punës në teknologji të reja dhe inovacion, të qëndrueshme dhe miqësore me mjedisin, si prodhimi energjisë nga burime të rinovueshme, dronët dhe mjetet digjitale për bujqësi precize në fermat bujqësore dhe blegtorale. Të gjithë ata që janë të interesuar për këtë skemë mund të marrin të gjithë informacionin e nevojshëm pranë zyrave të ekstensionit bujqësor në Mat e Dibër.